Zbulohet lëngu magjik që forcon trurin dhe kujtesën, ja si ta përgatisni. Kujtesa e dobët është një problem që prek miliona njerëz në botë, që në përditshmëri mund të jetë vërtet një kokçarje. Probleme me kujtesën janë gjithmonë në rritje me kalimin e viteve. Ato ndikojnë gjithashtu dhe nxiten nga problemet me gjumin, kujtesa e varfër nxitet edhe nga skleroza dhe sëmundja e Alzheimerit. Sëmundjet e rënda të kujtesës kërkojnë trajtime të specializuara mjekësore dhe jo thjesht receta natyrale të cilat mund t'i përgatisni vetë në shtëpi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por duke u kujdesur më mirë për ushqyerjen tuaj, do të përpiqeni të keni edhe një kujtesë më të mirë edhe me kalimin e viteve, të cilat mund të ndikohen nga shumë faktorë. Bajamet janë të mira për shëndetin tuaj të trurit. Ato përmirësojnë kujtesën, gjithashtu edhe fuqinë e trurit. Janë të pasura me antioksidant, acide yndyrore omega 3, të cilat janë fantastike për kujtesën dhe shëndetin e syve. Zhytni 5 deri në 10 bajame në ujë dhe të nesërmen i grini në mikser pa lëkurë. Masën e përfituar e zjeni duke bashkuar me një gotë qumësht. Shtoni mjaltin dhe e konsumoni çdo ditë për 30 deri në 40 ditë me radhë. Sipas Nightingale, kjo është një mënyrë fantastike për të rritur performancën e trurit. Rozmarina është erëza e shëndetit të kujtesës. Kjo bimë fantastike është ideale për kujtesën dhe për trurin. Zjeni një tufë rozmarin në ujë për 5 minuta, kulloni lëngun dhe shtoni më pas mjaltin. E pini çdo ditë për 3 deri në 4 javë me radhë. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe vaj esencial rozmarine duke e nuhatur atë çdo ditë. Sipas ekspertëve, Healthline është një nga mënyrat më fantastike për të përmirësuar kështu shëndetin tuaj të trurit dhe për të evituar komplikacionet. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin e trurit është edhe vaji i peshkut. Suplementet e vajit të peshkut përmirësojnë kujtesën dhe fuqinë e trurit. Acidet yndyrore të vaji i peshkut parandalojnë formimin e pllakave të trurit që kanë lidhje me sëmundjen e Alzheimerit. Merrni 600 mg vaj peshku çdo ditë. Ushqeuni rregullisht sa të keni mundësi me salmon, sardele, hareng dhe skumbri, dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Frutat e pyllit janë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e trurit. Frutat e pyllit, siç janë boronicat, qershit, manaferrat, janë burime të shkëlqyera të flavonoideve, të cilat do të përmirësojnë funksionet e trurit, gjithashtu do të rrisin procesin e kujtesës suaj. Konsumojeni rregullisht ato, pasi mund të përmirësojnë shëndetin dhe të ofrojnë vlera të çmuara për kujtesën. Ndër ushqimet e tjera më të shëndetshme për trurin, sipas ekspertëve të Nightingale, janë avokado, gjithashtu panxari, lëngu i kockave të mishit, brokoli, selinoja, vaji i arrës së kokosit, çokolata e zezë e të tjera. Sa më shumë të përpiqeni të shtoni produktet e duhura në shëndetin e trurit, aq më shumë të mirë do ta keni kujtesën me kalimin e viteve. Çokolata e zezë mund të jetë një produkt fantastik me vlera të larta në shëndetin e kujtesës. Prezenca e shtuar e kakaos te përmbajtja e çokoladës, e cila është shumë e njohur për efekte të mëdha antioksiduese, të cilat i detyrohen më së shumti flavonolëve, ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru. Këto element shumë të rëndësishëm do të ndikojnë pozitivisht në procesin e kujtesës dhe do të mbajnë larg problemet e rënies së saj. Peshku. Peshku është një tjetër ushqim i bekuar me përfitime të mira për organizmin, në veçanti për shëndetin tuaj të trurit. Sa më shumë produkte natyrale të shtoni në dietën tuaj, aq më shumë përfitime do të keni në shëndetin tuaj të trurit, citojnë ekspertët e Healthline. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasura gjithashtu me vitaminën B6, vitaminën C dhe elementë të tjerë ushqyes të rëndësishëm në procesin e kujtesës. Zarzavatet janë shumë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit. Shtimi i tyre në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë në fuqinë e trurit dhe parandalimin e rënies së kujtesës.
Arrat, gështenjet dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farave janë e një rëndësie të veçantë për shëndetin e trurit dhe mund të mbajnë larg problemet e rënies së kujtesës. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve yndyror omega-3 dhe omega-6, por edhe të magneziumit dhe tiaminës, të cilat njihen gjithashtu edhe për funksionet e tyre kuruese për shëndetin tuaj të trurit. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe frutat. Të gjitha llojet e frutave janë të një rëndësie të veçantë, por manat dhe manaferat blu dhe rrushi i zi, të gjitha këto raportohen se janë të mira për shëndetin e trurit dhe mbajnë larg problemet e rënies së tij. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni gjithashtu edhe vezët. Sa më shumë avancon mosha, ashtu edhe të gjithë trupi, sikur edhe truri fillon të pësojë një afar atrofizimi senil. Por nëse shmangni gjithashtu ushqyerjen e keqe dhe kujdeseni më mirë për atë që shtoni në dietën tuaj, do të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe të lektinës, ndikojnë në kufizimin e këtij atrofizimi, gjithashtu edhe të kolinës, e cila është në përbërje të kolesterolit, që luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezë në ditë do ju ndihmojë shumë në këtë drejtim të trurit. Konsumi i vezëve çdo ditë mund të ofrojë një rekomandim më të mirë për shëndetin e kujtesës dhe më pak komplikacione të tij. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë edhe drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesi me në zë janë gruri, misri dhe orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në receta të dedikuese, janë po aq të mira gjithashtu edhe në drejtim të shëndetit tuaj të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve i detyrohet më së shumti edhe përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, të tiaminës, të cilat nga natyre ndikojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e furnizimit të trurit me gjak. Sa më në moshë që t'jeni, aq më shumë rekomandohen këto ushqime të shëndetshme për dietën tuaj. Sigurohuni të konsultoheni me një ekspert të ushqyerjes së shëndetshme për të bërë përzgjedhjen e duhur rreth ushqimeve të cilat do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin e trurit dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Mënyra se si ushqeheni ka një ndikim të jashtëzakonshëm në shëndetin e trurit dhe gjithashtu edhe në mirëqenien tuaj të përgjithshme. Ajo që hani mund të ndikojë dhe të dëmtojë, ose mund të shërojë, ose mund të na dhurojë edhe sklerozën. Prej kohësh, shoqëria kur jetojmë, përmbani idenë se ushqimi i trupit mund të luajë një rol të mirë të rëndësishëm edhe në ushqyerjen e trurit. Dita ditës, ushqimet që ham shpërbëhen në ushqyes të cilat mund të hyjnë në gjak, në trup dhe në tru. Aty këto ushqime aktivizojnë, reagojnë në qelizat, ushqejnë çdo ind dhe transformohen në shtresa mbrojtëse edhe për shëndetin tuaj të trurit. Ky i fundit është një nga organet më të uritur të trupit që konsumon rreth 20% të energjisë së përfituar. Nga ana tjetër, qelizat e trurit janë të pasvendësueshme në krahasim me qelizat e tjera të trupit, që zvendësohen edhe rregullisht. Shumica e qelizave të trurit janë po aq që lindin dhe ashtu qëndrojnë derisa u mbasin jetë. Rrjedhimisht ato kanë nevojë për përkujdesje edhe ushqyerjen e duhur gjatë gjithë ditës. Disa ushqime mund të luajnë një rol mbrojtës për trurin, disa të tjera janë shkatrimtare për shëndetin mendor. Por cilat janë ushqimet të cilat duhet të përfshihen në regjimet tuaja ushqimore për një tru më të shëndetshëm dhe një kujtesë më të fortë? Acidet yndyrore. Konsumoni më shumë peshk, më shumë salmon, sardele, si dhe disa nga burimet më të mira natyrore të acideve yndyrore, kaq të nevojshme për shëndetin tuaj të trurit. Mos lini mënjanë gjithashtu edhe farët e linit. Glukoza. Trupi ka shumë nevojë për glukozë që duhet të marrë nëpërmjet ushqyerjes. Bashkë me të duhet të shtoni edhe fibrat. Të dyja i gjeni te panxari, kivi, gjithashtu drithrat e plota, patatja e ëmbël, gjithashtu edhe qepë të njoma.
Këto produkte do të luajnë një rol fantastik në shëndetin e trurit dhe do të mbajnë larg komplikacionet e rënies së njohjes. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.